Përshëndetje, sot po a prezentojmë një intervistë ekskluzive me një veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, apo më mirë të themi me një komandant të kësaj ushtrie. Ai në vitin 1998 e braktisi Gjermaninë, e braktisi jetën e luksit, punën e tij atje për të hyrë në Kosovë dhe për të u bashkuar luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Fillimisht aktivitetin e tij ushtarak e nisi në zonën operative të Llapit, ku dhe merr epitetin komandant dhe pseudonimin Komandant Gjilani. Më pastaj i bashkohet zonës operative të Karadakut, pra kthehet në vendindjen e tij. Është pjesëmarrës i betejës së Zhegocit, datës 15 prillit, ku do të na tregoj ekskluzive se sa ishte suksesshme kjo betejë, sfidat e saj dhe një detaj shumë rëndësi, se si mbeti i rrethuar në malet e Zhegocit nga ushtria paramilitare serbe. Pastaj, se si e doli nga ky rrethim dhe si u bashkua njësitit Pajazit Ahmeti, që fillimisht quhej njësiti Bresalcit, me komandë të Euporuqit, për këto dhe detajet e tjera ekskluzive vetëm për kanalin Pyetja na tregon Komandant Gjilani. Ju ftoj ta ndiqni në intervistë. Komandant, faleminderit që pranove ftesën më kon pjesë e emisionit tonë. Nëse jashtë e jonja, faleminderit. Apo na tregon arsyen pse laj Gjermaninë me ardhur në Kosovë kohën e luftës? Po arsyet janë të shumta, po sidomos me ramjen e familjes Jashari, ndryshoi gjendja atje, edhe molli për vendin edhe sa vinte edhe rritej. Okay. Me ramjen e Jasharëve fillun do organizime, tubime për ndihma të forma ndryshme, njëra prej tyre është edhe lajmërimi dhe kthimi vullnetar për me bashkangjitë luftës. Me një tubim të rastit, në rrethinin e Bademit e Mbergit, një tubim masiv, unë përmes një aktivisti për përmendje dhe emrin në Berisha, i Komaronit. Okay. I Komaronit vente. Ai kishte qenë aktivist i LPK-s në atë kohë, apo as gabosha. Mirë me këto organizime. Edhe ishim në njëjtin qytet me to. Edhe i thash që unë kom do menjen për më kthye. Unë i arkes se kemi kalu një kohë dgat me to. Më falemnderoj. Në të bim, ku shkum atje, prezent i shkum Bardel Mamuti, edhe ai që koordinator, akreditari, lëvizjen, nuk e di, se që morë me... Okay. Aty lajmërum, është mi 5 vetë lajmërum për më këtyje. Është çështje ditësh, kur puna rrugës, që është më këtyje edhe na lypi fjallën Bardel Mamuti, këta po du tha me një fjallë për këtyne që në lajmëru. Vullnetar. Po, edhe atë e qova dorë, lajmërova, thash po. Unë thash e kam vesh një pyetje. Thash kraj luftës a ka pretendim për shtetë. Tha jo, thash faleminderit. Qaskësh. Edhe u kthym, më na 3 ditë është çështja për më nis kënej. Unë rrugë të sigurume nuk keshmi. Okay. Po për shkak se kesha unë dokumentet e rregulluara atje, unë vendosa me armë automjet private, unë automjet temin, edhe mora ata 4 tjertë. Po problemi është që ata 4 tjertë nuk ishin le qëndrim edhe dokumente për me kalu kufi. Ata azilonta, a? Azilonta. Okay. Po vendosëm më njës ashtu. U banëm bashkë, nesëm, këna më rikon dërës dikon, në i dhani farë adrese, ku më lajmëru, edhe kemi më rinë dërës, aty pak, aty me një farë forme u zbe pak ai vullnet e juën se ata doganjerët fatkeqësisht Shqipënisë nuk lënë shumë për na kontrollu. A keni pas diçka me vete? Ka pas edhe arma? Armë, uniformat për shembull që na pas. Unë kam bler uniformën në botek atje. Ka pas do mjete këtu shka elementare aty për uniformë. A ja morën doganjerët ata? Jo, na shumë. Po na maltretun këtë gjë. Në formë atë. Na pritja i koordinatori që eshke, edhe u vendosëm në një shtëpi private.
Do më thëmë falë, ti ardhë për Gjermanisë me koordinatët direkt me shku në Durrës, u kam baza aty? Po, për mes tragetit, dhe ato shtete, dhe më onë të shokon në Zvicër, Austri, Itali, në Bari. E në Bari në kanë befasu, se në Bari kemi ardhë kënë 3 natë së kom, edhe kështu është në telefon, po nuk kemi, s'na ka shku menja neve që telefonat në Itali nuk janë me markë, dhe të kabinave. Dhe imi afru të pare s'keshme italione, në rëthun gjandarmeria italione, kër e tonë edhe bështishë jashtë me folë, në s'keshme asë për këtë visas. E porë flamurin kërë më rapa, flamurin me Shqipërin, e tani ju përzi Shqipëri, Kosovë, flamurin Shqipërijës. Edhe vishë mu ka vonë Kosovë pja bëj, u largon. Edhe në traget në kanë shti të partë. Në kanë respektu asë kolon, asë për gjëtë partë. E kur arëm Shqipni mos e përmena, nga prite e koordinatori Shqipni, me shka bërë agemësyle o konë. Edhe shkumë një shtëpi private, u vendosëm aty të erdhëm edhe kishke, po edhe erdhëm edhe tjerë. Edhe u bëjmë dikun 35. E arsyja pse imi orë në Durrës, e para ishke çështja votimi dhe mënë, se në bashkëtet tjera me ata pa dokumente, u kone pa mundur. Po edhe do bazat që ishin formu do shtabe, dhe për me furnizu që këne mi prit ta që vishin mu armatovës. E neve nga shumë nga shpi, po aty na vetë kemi pregaditur s'qem, vetë kemi finansu me pare gjepit. Nuk kena pas as budget, dhe më onë pitë. Që ka një mu të organizatorët? Neve ju, aty o bënëm 35 në me numër, 35 gjithë. Po qëllimi që u vendosëm në Durrës, jeshke se, jeshke fillimi moj, me shtama dhe ma herë, fillimi moj, kuva jeshke në zetë, po neve në ofra ma herë që muna na duhet kondicion, që muna me na ndohet me hecë 2 ditë 3 me hecë për me hinë kufi. Ti veturën e la në Durrës? Jo, jesha me veturë isha aty, Okej. Po tani u po që deshke me ljeviz në si njësit tani atë, si grupacion që kem, edhe shita veturën. Në Durrës e shita? Në Durrës e shita, dikun 12.000 morë ka kumë ble, 3.500 e shita atë. Edhe me ato pare mu kanë gjetë mu të so ju morë dhe në Gilan. Gjatë luftës? Firugtimi tem, edhe aty këna finansu, i krytëm atë ushtrimet kondicionale atë në Durrës. Tani fillum do kontakte me këto ishe prua Shqipnijës, ku është ma hershme. Do ushtrime taktike, do njoftime me armë, me strategji. Edhe erë kuva tani me shku edhe në Tiranë dishka me do ushtrime ma detale. Faktikisht veç bazën për njohurit armëve e keni pasë, ju e një konë edhe ish ushtari Jugoslavisë, e keni pasë dhe gradë faktikisht. Unë për shemë, jam konë edhe ish Jugoslavi për oficer rezervë, në shkollën oficerit të rezervë, në atë kohë zohë vitin 88-89, po jo krejt, jo krejt, se shumë njësa e në konë 3, që shkanë reflektu, që është digjet vëtërisht. Tani e këtëm Tiranë në desh më zhvendos neve për aty, edhe jemi dalë në Bajramçor. Bajramçor më vendos dikon, një kohë. Aty tani, në fillum edhe më mërzit aty. Që s'po vinin në Kosovë? Kalua kuva, dhe që në aksushme një ore para me hi. Edhe në sugjerum në bashkëbisedim, në për shtabet e OÇK-s me shku kuesin. Për shemën tropoje, do bataljoni papajve, do ish kazermat për sistemit të tërshëm Shqipërisë. Po aty kemi gjetë njerës shumë të prit për armë. Për më fornizu? A, fornizimi jo. E nëse jesh me siguracion në veti, neve nuk na marrë këtë parasysh kërkush. Edhe shkum një bataljoni papajve shke dikon, aty me sadi ishin konë vendos, u poshin të sheja, me të që mollin e ushtrisë të regull atë. Na pritën atë, erë një kapiten me gradë ishë Jugoslavisë. Na tha aty për me marë armë këtu, tha do të me qëndëru këtu 36 muaj.
3 muaj me nejt. 5-6 muaj. Pa jo për të marrë armë. Po, me një ushtrime në kësë farë. 3-6 muaj. Po, edhe na familju ashtu jo. Vazhdum, edhe në fond, po që nuk na zgjidhje me bo jo, vendosëm me ble armën vetë. Dhe dollëm treg aty, se treg o bike su këtë na drunë që shritëm. Tregi armë? Tregi armëve, po. Bili do mitraleza që i përmemi do farë hekateja, do Gulinova, ishin të narkume në Gomorë aty, bili shumë e rastin e provojshin dhe pi Gomorë i gjujshin. Me testu? Po. I zëdhëm nga do armë, municion, pletëm edhe shku me një fshat Koçonaj. Ta shpitoj armë të blejt me parët ju, okej? Po. E unë për shemë dhe të cekë i bileta 2 armë, rreth 1000 fishek, një 4 bomba, 8 karikatorë, në një fjohë që edhe robët rezervë që këna posë si lamë për me morë dishka ma shumë. Me mujtë me morë municion rezervë. Po ke edhe pi kontakti me njerë shajnor pi Kosovës, dhe dike që nuk kap mjaftë shumë. Po që ishke brengose që kohë u takojshmi që ka arë për furnizim për Kosovës, si e kuptoj këtë për neve rrjedhen për kajtë jemi arë, me i zoshin për të madhe, shka lepsi jetë. Për ju kam jaftu ju me që pare, se njerës kemë vëtë. Po, tash vëtë me jeti edhe në kështu si këna logaritë atje. Edhe fillum na me tash me ushtrime të në Koçonaj, dalës me pelum i Valbona, që kushtet në konë ekstrem. Të këshia? Këshia. Në tropoj, në shkollë, në stëmë dhe që më me gabu me nuve, që në konë për mi 2-3.000 vetë i pritë për armë. 2-3.000 vetë të pritë për me furnizu me armë për me hinë Kosovë? Për me hinë Kosovë. Edhe aty shka ma e keqja, më ngonë që edhe buka, e thapë më ngëjke. Edhe ushqim s'keni pas në? Ushqim në kështë kemi njeftu shumë aty, e marrëshim një bukë 6-8 vete e presin edhe një domote e dojshim 5-6 vena. Po jo si në burg pas një konë? Edhe ma të mërshëm, se në burg s'poku jenë mena. Aty dhe në teren të hapër, në bërë, në koridore shkollës. Edhe u tërhekëm, shkum atje, i bletë municion e eshe thuj se falë. Apo? Municion i vërtetë. Edhe të lumi Valbona, ku konë veni pa banumë. Nga të borimin ku e ka për më legjë që aty edhe njëtjen ku është vesh me dhe pastrem, po ka qenë ujë atë që ftëftë që njënën kom me pastru tjetër që me ke mojtë njëjë. E jo që ashtu i një pastru? E i provizhëshme me shishat plastikës, afar zjarmit, me nëze pak ujën e më pastru. Edhe vendosëm me hiknej. Tash ishme 35 vetë, gjysa me njëra në shmangën. Kur vendosë për me hinë kufia? Po, që nuk ishme alternativa s'u dhecë. Edhe vendosëm një marë 2 Shqipnijës për me ne tregu rrugën. Për një marëm 2 Shqipnijës, edhe në koshtoj 3.000 marka me pagu? Për me në ashtije në kufi në qafë marinës. E pagojtu. Me parët tona. Edhe jemi njës 13 vetë na, pjetë në 35. I 35 mbet 13? Ka pasa, kilionit pas pa hinë detalje, s'pa një jemna, ata nuk ka nërë me neve. Edhe kemi hinë qafë marinës. Pa e dit as ku jem, as ku përshkojmë, as ka do të me shku, për cellë si... Veç vullneti me hinë luft edhe? Se ata ardhe në terin kufi, aty. E knejda një ka pas fida shumë, vështërsi shumë. Kur hinë në Kosovë, ku shkut? Marinës. Po, tani ku shkut? Tani na ofrum të so hasëm do qytetarë, edhe pse ishin pakt. Gjithçka i shkon me vrame aty, kafshë, kontërmoj kiveni aty. Edhe na drejtun shtabin e popit, më shka bërë shafar Jonikit, një vakas dikona. Që ato, si kom hecë ma nuk i di. E në kontaktën e parë me një ashtu që kësë, tani na pyetëshin pikajt, po veni, kem nevoj për armë, për njerëz, gjithë ka na mirë pretësin kështu. Po na sinimin e kishme me ardhë teri në zonën e fundit ku ashtu që këja. Në zonë luftë? Që mu afru në teren tonin. Për shama unë isha i Gilionit, tjerë kanë pasat, për shama lape, vështrije, këna pasat i zona ndryshme. Edhe
Unë esëm për aty, shtab ma shtabi, na kanë thonë 40 minuta, kemi ecë 4 orë. Për me mritë një pikë tjetër. Tjetra pikë. Tani, rrugtemi i mërzetshëm. Kemi mri deri Likovc. Likovc aty në pam një jetë kemë ndryshe, jetë normale, jetë e gjallë, plot. Punon në kafeteri, qajtore. Në Likovc? Po, Likovc. Këshke post telefoni, me fol telefon. Në na u afrum atë. Edhe aty na u imponu me një farforme që për me vazhdu tutje, gjysën armatimit me lon aty. Pse? Nuk pranum na, se nuk i këna mona për shtabe, për këna finashdu ble vetë. Kalum dhe qysh. E mërë të armatimin këta? Po, në tonin këtë. Okay. Nuk pranum me lon. Edhe kishme një, në grupët tonin e kishme një prekazit aty. Në thara, emni nga letë, mbi emni qëti. Ti këty në 13 ka një prekazit ta? Aj, dikon 11 djetë pa akon shpi. Edhe aj i iku. Në atë ko. Edhe jemi himbi në familje tina, jena hi para tina. Gjoja që i kem shok, atë pak me zbuta ta. Edhe aty kemi njetë një 2-3 net në shtë. Tani u taku me tash në komandontin aty. Para se më taku, këto prekaz të kjo familja Ali, thoa, Aliut. Dhe me thonë, kjo nuk i ka pa 13 vjetë familjen? 19. A 11 vjetë? Dhe me thonë, një hi jo, sa për me zbut pak tensionë, mos me ardhë zgabim, që thënë. Po, qartë. Familjarëve ti. Po. Edhe aty ju kanë majtë 2-3 ditë, familja ti. Po, ishme aty, se ishke pozit e kjese, se aty ka qenë fabrike municionit aty. Aty ishën Forca sërë. Ajo faktik ishë funksionale alat. Të nuk ishë një problem nësi nuk gëzojsh mes medalat. Okej. Edhe vendosëm me vazhdu tutjena. Ku shkut, mas ne? Unë esëm tani për me varë, ne ka voshtëria për me varë, zona e fundit ishke e Shalës, zona e Shalës. Okej. Edhe unë esëm për atje e të erdhëm, Alia nuk pranoj me nejtë atje. Erdhë me juve? Po. Nuk në rënajtë në familjen e vetë? Nuk nejtë atë familja, atë në zonë atë Drenicës. Dhe ma unë atër ishkun komandant sa me lështokë me zgabosh, se në ka ra më taku. Okej. Nuk nejtë aty, tha nuk dona për juve. Edhe mi orë bashkëna. Teri në Pantin, në Oslan. E aty në Pantin, në Oslan, një 2 navdajten, se ishin të aty vitë. Sa ishën me neve, na ardhëm Shalë Bajgores, me një fshatë Shalës Bajgores, një shkollë, bajre, agajre, nuk më këjtu atë sakt. Ishke shtaba atë? Po. Faktik ishke në zonë aty, shtabi në zonës të Lapit. Se në atë kohë Lapi ka vepru në teren të Shalës, edhe si pas do regulore, kur t'jen teren diku tjetër, nuk mund është më thirë zonë. Okej. Deri sa del teren të Lapit. Okej. Ama unë registruohem në zonë të Lapit. Aty më pritit me datë kohë që me t'i bishi, me rëdën i bishi, komandant Leka. Po, Leka. Unë nuk njofësha kërkomo, faktikisht i pa njofëshëm aty, Javangji. Unë më thirën aty për më registru, edhe për më veta, emnin, datë lindje, pikaj, qysh, që të regaj emnin. Edhe për më abot shiki emnin e dytë. Pseudonimi? Po. Pa pseudonimi javë? Me që tema dhe zhjim kohën atje, thashë nuk kam emën dytën, me që tema thashë nuk kom orë. Po tha, jo, tha, po duhet ta një emën i dy shkoki sigurista, se te ju atje, tha, është jetë normale. Thashë nuk bëj milion vetit emën. Hajë, tha, me në gjeje i gjelonit, tha, po të pëjmë gjelan. E Leka ta la emnin? Okej. Dhe më propozimin tina. Okej. Thashë në rekull, edhe me thashtë. Në jesë me në desh më që, të ne këmë pasë edhe meta aty me dëshmurin tash, Bedreja Meti, Bedi atje në Lapë, e artëm të familja tina Lapashticë, ngajtëm pak një 2 net, vëzë me po familjen, se dhe ajë mërgjimtar për Gjermanisë. Në zetë grupën e ju? Po, u këthim atje, edhe më thanë që du të me hinë ushtrime e senat. Në Lapë, kur? Okej. Dole anë me hina në të ushtrimet, kom thamë, edhe më do kështë shumë thjeshtë. Tash, na i bënëm gati 6 javë shqip një ushtrime, unë edhe me shërbim të krymë ushtarake dhe tjere,
Për ty ato ushtrime më që ju Po, thash, më falë, thash, nuk për këto ushtrime, nuk më i thash, nuk. Tani më lejmë, unë më thirën, komandanti më thirë, tha, ti tha, po dhe ma mira, thash, po kom... lejmë rumë për me të ndëshkuna, po da ma që s'po bindet, po. Aha, okej. Tani më tha, mere, tha, këtë grupë, tha, bërë, tha, na jo shtrim që është den ti, pra. E kom dalën në shkollë, tani me qatë grupën që ke. Tash me njërit e tu, aty më që ke marrë grupën me stërvit? Do ushtrim vetë. Okej. Edhe ata të më po mu, se ishke pa malë aty, ledime. Të shkolla, edhe më kam po mu da ushtrime, kështu i përsëre të më në Shqipni. Edhe kërë u këthym, po më thojnë me këtë grupë, pra pi mesit vazhdojnë ti. Tash ti mi stërvit ushtarë të ri, a? Edhe fillova me ata, e këtën ata që ishin po 10-12 ditë. Edhe këthynë, se për shkak të venit, të armatimit mangët, e kryshin ushtrimet, edhe vazhdojshin në për shpia, ata të ejtë që t'i thrasin. Me shpresi bëma të armatim e balakëve. Okej. Tani grupën e pare, dytën, veli me dytën, në zoni edhe ofenziva parë tani. Ati në lapë, 15 shtatorë e fund. Sa, para se me dalti, sa ushtar kanë kalu në për durët e tua? Po, mi logarit dhe më onë para ofenzivës parë, edhe mas asaj kohë, vesën lapë përmi 250. Përmi 250 ushtar i ki stërvit? Po. I ki pa gati për më... Për ty një në konë dikun rrëth 50 dikun një në konë të Karadakit, 2 grupe. Dhe më thënë, Karadakët që kanë arë më stërvit në lapë atje, e kanë gjetë trafikin, komandant Gjilonë në të? Jo, faktikisht, jo që më kanë gjetë mu, edhe jo që i këmë pranu me dashe, po më thërën këta shtabi lapit, komandant Daja, bili. Tama. Edhe më tha ti, mi që i kiha terenit tënë, ti mirë rëtha me ta. Bili shke fjalla fillim për 4 ditë, thash nuk mujnë për 4 ditë mi bëgë ati, ne? E sa të dashën sa ditë? 10-12 të konë me plan program. Që kam pasur edhe plan programin edhe shka, bili atë plan program, kërë kam po mas luftet, do ishe pruar të Jugoslavisë, ju në habit që edhe stokën në mësujën luft. U konë hyrje, u konë, për se cilën ushtarë, të më me thonë përgjëci, u konë e drejta e luftës konventa ndërkombëtare. Jam ja konë se cilit ushtarë që ato më ja ledzu edhe me kuptuaj, shka është aja. Tamam. E aty tash me që ajo konvent, do pash i që mos me pas shkelje, mos me pas maltretime, trajtime, se mujnë me arë situata ndryshme. Qartë. Edhe ku marrë, ku ushtu edhe grupën e parë, Karadakit, bili me ta nesha, para orës 5 mëngjes dalësha në pikë të parë, ku e kish me pikën. Orës një kërë këthej këtë gjendje normale, ku këthejsha ku neshi këta ushtarët e Karadakit, edhe fillojsha tani mësoj është këtë ditë me ushtrime jashtë. Kërë të rëjke, tani teori, do të këtejnë 2-3 notës. Veli ka zoke gjumë e lëkë edhe dalë këna përborë. Muk fjellë? Po, muk fjellë. Se e di qa shka e pret nesër. Tamam. Edhe këta i ku marë, kërë kanë kryu ushtrimin, ku më kanë caktu 4 që atje, 5 që atje, në përpika. Veti ku më qunë komata. Edhe thesha që me bëva kia, se luftën edhe në 10 metra me pas dikon, mundet më kom kilometra lërkë, situata. I thesha ju me gjësimit këtu ujtë, muni me ndullë, muni me jetë vetë, edhe s'deni ka jamani. Kështu që qëtullë që pjo qojnë venën e atje, qëtullë hajde lirisht këthejni. Tamam. Dhe ma nuk keni kur faraziki. Edhe grupa e dyta një adikon në shkërt. Në shtator ke ofenziva parë që 15 shtator. Se të ndërprejva. Ka qa në ullë që përmenet. Atër lapje kom në zonë. Okej. Tani me vendosë tërën të lapit, edhe aty tani dullë zona e lapit. E grupën e dytë dhe më onë, në grupën e dytë, më shta përmenit që bili qatë grupën e dytë që thash para ofenzivës shtatorit, me 2 gosht, erdhen këta komandanti i zonës Karadakit edhe Zavensi. Zavensi në njohë shumë, a komandanti nju, ma heret që kum njohët. Okej. Edhe unë u ktheva me ushtarë aty, lujshin ata ushtarë të këtë lirë aty në bërë lujshin volejbol, edhe në aty një pjesë ishke
tjerë presin me lujt edhe kësërshin atë. Edhe në kumë po, që kumë po e njofta që... E njofta Zëvencin. Shëpë se syllën faktisht. E thira nëmën. Në aty e thira nëmën? Aj për mirë vjetë, për mirë fushë vërrebët, unë e nërë. Kër hingna se... U pa të bo kusht që ushtartë, kër dalin jashtë oborit shkollës, kazermës këtë rast, me kënu marëshin në që kësë, me dalë dhe mu këty me mashtë të që kësë. Edhe kër u këty në ushtartë, të kënu edhe jatë marëshin, të në jatë fokusi ty në juranë syjet, por me uniformë, nuk më njoftën, e jatë thira të në nëmë. A jetë se dikit super gjeqë. Të një që u këty në fushë, dhe jatë, a pesë që më njofki. E kom hekët kapelën, të thamë, unë e jam. A pika e ti. Ta shqetër, se dhja sëmë. E të një nejtë me atë bromje, nejtë me bënë mblafe, më abete, vetëm dhe situata. Në atë kohë kur i ardhë komandante, zëvendës komandante që djetë, a me të su vëshëm se syja. A konë zona e formunën e Karadokët apo jo? Jo, faktikisht. Dy gusht... Faktikisht, këta kanë orë me formunë, me morë, që o deshke dhe me morë në i farë leje për dikujnë, asë. Për me bo zonë e Karadokët? Nashta kjo rrjedha, inicimi u konë, nashta në të farëformën e mshetë. Po zyrtarisht su konë zonë halo? Jo, që me dalë, mu vendosht i konë, nuk ka pas atër me zonë. Ta një nërë dhe njëherë me 12 gusht. A petësat, jënë ta ku që të, dhe mos i konë po. Komandant, po me konë u takojshin këta? O konë hierarkia shtabit për gjithë shumë atyja? Herën e po, jo. Kush u konë? Herën e parë u konë shtabi Lapit. Belin atë këtë tash, u konë zëvendës komandant u konë doja, se komandanti nuk ka dalë se shkaki që u konë në zonë Lapit. E në taku me zonën e Lapit. E herën e dytë, kanë arë edhe shtabit për gjithë shumë në konë aty. E ju në taku tani me shtabit për gjithë shumë? Kujtohet Jakub Krasniqi, edhe pse se konë njoftë, zëvendës komandanti tha e konë pasta me ke shokë shkollës, po kom qëtë me taku pak. Batë se një kohë, po? Po, folën dhe ta kanë folë, nuk e di, shka kanë folë, nuk di. Edhe të një moteri, sa ardhen grupa e parë Karadokit, me Njanar, në të nonën. Njëherë jëmë konën me dëshmurin i zretalën. Kjo kondi ku me 5 hektarë në 88, një mërë, herë e parë një mërë, Marevës një mërë. Po një mërë të lidhe familjare një mërë. E që ki pas Marevës? Misht e vladit. A misht e vladit? Po. A ma jera me qëllim që më taku me familje. Me familjen tonë, familjen ngushtë? Se ka ditë. E ku kon familja? Këtu në Bilana. Jo në Marevës? Jo, po njëherë jo më ardhone. Tani nesënën. Ti kanë sjellë familjen? Ata e në ardhë, ta nuk këthy vëzë vlavi erdhë, unë e thash pa i po krejt nuk këthejnë ma, ta një në ardhë kanë marrë edhe të familjes. Edhe atëherë nuk kom hasën e dhe më honë. Në shtarë? Në shtarë ati shka. Kom një 3 ditë me zgabu, shohë pretë këni marrëveshje 15 urit me këta OSBE e shenë kom. Po? Edhe unë këtheva më ropa. Lapë? Në s'ka pas luftime, zonën? Pere sa në përpika ndryshme tash. Lapin faktikisht më ka rathë dhe mësu ma mirë se venin tonë këtu. I kom ditë edhe rrugët e dhive, si shlojmë na. Me grupën e dytë, veç ndodhen ofenzivat e përditshme. Mështë përmenja të real, që shka ndodhe ofenziva ma heret, ato s'pohim detale se... Jo tani, qëfar date i bjen që jeni bashku i një arë në zonën e Karadokut? Po, me grupën e dytë, faktikisht, me komplet grupën e dytë, meta në shtrime alo. Të i stërvit? Kur fillon bombardimet e natës. Në kujtohet që kur fillon bombardimet e natës, jemi gëzu fort. Me 24 mars? Po, në atë formën që po kryet lufta. Po pat nesë me ndodhë dishkat... Veç filloj lufta vërtet atë? Po, filloj ofenziva ma, që si thojmë në kret ja eqë. Edhe metëm pozit palaknushmet. Me Karadokit, edhe po shumë edhe komunikimi që kështë këma atë batarija, e një oshtare kemi pasë zëvatim,
një farë breki këna thonë, aj me inteligencën e tina, ka rritë me mja hek një pjesë radiolidhjes për me lidhë me batari kombajës, një akumulator. E mure lidhë i batarijën direkt edhe funksionej kënë në stopaj. Radiolidhja? Po. Bre në gjitë një farë kablë, dikun 20 metra. Dhe më mund që me lënë batarijën dikun largë, aparatën me pas me veti. Dhe ajo nga ka shërbyve që me ditë ku po ka komunikim, adi të që kësë. Edhe imi shku të një, për një 2-3 net kemi bëmë. Po të këthiret një parvenja, të nëse nështë ta kanë rrua emrat e... Tamam. Brom, jënë po të në thiri komandant Ndaja, neve Gilonit, më rështuve, edhe dolla i rështuve të Gilonit, edhe eshke pretke që na mu këthy për Karadak. Bili ushtarë më thëshin në rase nuk vjeti dhe na nuk këthejmi. Unë e shajmë me 2 menje, nuk kisha qep me ork nej, shkurtët. Në pse komandant zë Se di, isha maj lirat. Mësove terenin më mje? Ja, terenin, beca dhe njerës, edhe u përshtatë anë mentalitet atje. Shka i farë në ndërëj gjithë, si popullatën, si ushtarët e lapit, një sjellë fort, mirë, korrekt. Nuk e varoj kur. Doja të një pjothot nga të farë fjalimin, i falenderoj atë për ndimen së kanet aty, edhe i tha që ju dëni më këthyje në zonën e Juvë. Zona Juvë ka nevoj, se faktikisht ku ju në orë fillim, që dhe mos grupa porë. Ju në orë me pretekst si ata me orë, për me orë të një në Karadak, për më bënë si instruktor. Për me stërbit ushtarë të ri? Mi pregadit kuadat e reja. Edhe pjo i falenderajt, për më thotë mu hati, tha Gjeljan, tha qësh dush. Edhe këtë qësh t'ingëllojt e one jo mirë. Se une kuptova ato që ndërsh rrën dhe shko. Tha ti ki ven ku të shkësh. Me ato vendosa më këtu edhe. E sa ushtarë po vjedon, a? Po valla, atë natë me një jemi nisë. Me këta diku 22-3 mi konë të Karadakit. E kemi kalu zonin e kufirin e luftës, e kufirin e luftës e konë dikun gati 30 km në lapë, vija. Një luftë organizume, mirë, e furnizume maksimum, beca dhe komande kontrol gjithë kënë. Ka pas situata për shembull në atë kohën e luftës si edhe sërbë që në konë mena zonës luftës kanë shku në punë po dhe jevë. Nuk ka pas të lashe për... I kemi kontrolu e, ka në shku e... I kemi kontrolu ju? Po. Popullatën civilës, ata si në tu, s'ka pas... Ata kanë vazhdu, kanë ponu, ju më këtu. Si keni ngutë, asë? Dhe që këna onë që amatime dhe shka, nuk o gjëmë ju gjithë. Edhe qashtu kemi kalu, edhe si situatë. Dhe si pas ligjeve ndërkombëtare të luftës. Sa ka shprej dëshirë më shpërngull vetë për zonës luftës. Po shpërngull aty në lonë ke më kuptu që pret në nesër. Pret në ushtërim tësh. Edhe jemi arë në aty në kakoli që i këneje, më se dim se nuk më mojtë me anket, kemë komë. Prej lapit në kamë njëra. Të në liqet Batlava, ku i shkon një kampi i Zbeklica, atër dhe Bosnën, që i këshin pas popullu atyjen, dhe kemi dalë në Zlashko. Në Zlashko kemi hikemi me flejt, jënona kanë thirë para më nëzezit, që nëse punin civilt. Neve në qumë për mjëllë që në civilt. O qumë besa dhe s'na pëlqej, edhe shku marrë eftë të rikurishin në zona e Karadakit, shtabi. Dhe më thonë, mas pare një hinë marrë eftë, të shtabi, ja? Në shtabë. Po. Aty shkonë edhe një kazerme improvizume për regrut, që kish pas regrut shumë pregaditja. Po. Edhe kur hina aty poshtë, kish pas edhe në roba civilion, që kom njoftë shka ata, që kom njoftë njerës. Edhe bilbir thonë, komandantë thash, po më vje kështë pa civil të arna këtu. Thash edhe mba civil, nuk ujna me nejtë bashkë. Se pak pikarvoj e shumë të e di. Që apet në fond, popullë civil e ka pësu gjithë. Popullata civil. Edhe men, para me nëgjezit, në therën, edhe në pranë për Zhekaska. Erë në shtu në Zhekaska, pak pa poshtë.
Veç pak, dhe me thonë, ti ardhë mramje në Marevc. Po, më mëngjes kumë rri Marevc. Mëngjes ke mëri, edhe të ne aty ke po njerës që me ushtarë, njerës civil. Po ka pas, a civil, po... E të kjo s'ka pëlqy faktikisht ty që... Jo. E për shkak që saj fjallet, a mund më konë që tani të kanë thonë shka për Zhegovskja? Nuk e di, tash po mëj me paraziku. Okej. Po mes në otë më thërë për më njështë... Nora 3, shkon Zhegovskja. Po, për Zhegovskja. A të thanë veç tyja komplet Jo, grupën? komplet qatë grupën që shërdo. Aha. Edhe imi arna. Të të bëri të putë në përmramurë, rrugën kryesore, kolonat e shkive, më nëgjes hecën tonë që kësi qene. Edhe më rënë këto në Zhegovskja, po ashtë në kërë konë si shtabi, po, në pretëri, shkonë dhe zgjave ashtë A mënesh me ditë ma afërsisht çfarë date ja ardhë në Zhegovskë? Me zgabon sa konë fundi i mosit ose 1-2 prill. 99. Jo ma largë, as ma heret ju. Okej. Se atje do më onë kanë ndodhë me 24 që ndodhën bombardimet. Tamam. Tani këna pas ati do sulë me atë një ty njëtë këna me që ashtu këna fjetë uve. Tani ka i mi orë këmi fjetë njërë me atje. Dhe 5 zonë do më onë faktikisht më konë të 3 prill më konë... Ja ardhë në Zhegovskë 99. E konë e gjetë në shtap të? Po shkonë shumë se syla i shkonë, zanës komandonë të vashpati, se kom di strukturë këto, asë kështë jenë, asë... Hierarkinë si Po, këtë? nuk e kom di. Okej. Po erdha, dola me nëgjes, bile që m'ma pëlqynë, kërë më po në uniform, Qështë ta pëlqymë? Çfarë aspekt? se e dalë, mësë me na po... Se ke dalë në uniform? Po, Okej. E pse këta më shef t'im konë? nuk di shanë, bile thashtë, mos të kuptoj, thashtë, thash me orë, thashtë, thash me vendos, thashtë edhe mos me dalë në uniform, pikuna më më sheft. Edhe mulla kom më shku në shpjene, se shpije në afer këtu e. Po, për Zhegovskë, për ata që se din, i fshatit për nesh, është afer. Edhe te sa mbromje, tani shkova të shpija, një 2 net këmë të shpija. Kërë ktheva, fillun me caktu do pika, do sene. A të angazhur me nej detyrë ty? Po, në fillim kemë stab. Okej. Po, në stab, po thashtu në sonë rikët. Thashtu në përshkep dhe këta vështarë për rikë, të atë lapit, pikën para të të lagja saleve. E atje ne isha unë, po tani asha me nëgjes konë. Ti e ke pas, dhe me thonë, me komplet njësitin tani shku të... Ata i vendosëm një herë. Aha, okej. Na i vendosëm atë, se Një pikë me strategjike. gjithë shpijën, në shpijt lirë tiko, ne ku nuk pengojmë. Tani atje kemi shku, tani asha me këta stabet një caktu. Okej. Tani pa ndohë një frashë, bashkë të kjo pikë, kjo shkolla, Kasht komandant brigadës, pjethojnë Sali Mustafa. Sali Mustafa, U po. marke me registrimin e trive, kush vjemu lojmëru për luft. I registresh. Ushtarë të ri, ha? Po, armatim s'kesh, i kthejshin mrapa, se pa armë. Okej. Po me një farë forme, vetë ardhja këtu, e shke komplikume. A s'ke pas një uriti ku po shkon, kush është? Po ata kishin vendos, më ku thëshin me ardhë, dhe shke me ardhën. Se këtu për Bjellafi është me këshyrë të si përfasisht që për Allova është në gjithë me Marcinë Zhegovskë, që Përneshi, Slovia, faktikisht vetë rrethim jena hi këtu. Sakt. Po. Armatimi mangët, tereni pa bregadit, istikome jo, unë apet për me një formë... Kur po thuj istikome jo, s'keni pas istikome në Zhegovskë? Jo. As në istikome s'ka pas? S'kena pas istikome. As nuk ka pas plan mu po istikomet, apo? Po, nashta plan ka pas, po ku s'ka pas. Se kua nuk priti kua. Në më ona me 3-4 fillu më vendos. A keni pas urdhën për shumë qelë në istikome? Po ka pas urdhën që një herë dhe mas me reflektu, mas më duk. Jo, një më qetë. Mas më vrejta dhe. Që kem pozicionimi këtu. Okej. Me gjashtet Flornizume në armatë më të mirë, diçka më të fortë. Do të thonë një kon hala, jo që në pritje gjithçka. Faktikisht përgatitje. Përgatitje. Tash edhe një bëmi të thonë që ku na ndodhi më kjo ofenziva. Data 15. Po, tash data 15 kur ka ndodhur ofenziva e Zhegovskit, jo në cilin pikë jeni qenë? Me 14 mbili. Okej, në natë marrë. Te pika e parë. Te pika kur Sarjovice, po. Aty në konë që ta ushtarë të lapit, edhe me një farforme ushtarë më të pregadit. Që kanë kalu edhe ofenziva e luftime në lap.
E ju kom vendast. Po, A ju kanë në komandën tonë ata? ata kanë pas gentin, unë kom nejt aty. Okej. Ka vëdim që shkop Mi vazhgu herë tu nuk e njofsha kërkon. Jo, nuk e njofsha, do isha me nejt me ta. Në rregull. Po. Po në realitet tash me zgjum kon aty bi bie unë edhe gentin e kom. Okej. Ama zakonisht të mund bëj gentin. Genti është pseudonim kjo apo? Bu janë në vzotit. Apo janë në Vzot? Emrin për ja kom shumë masanej, se që kom A ditë. ndatë kove që si genti ke njohur? Ja s'mu kanë lajmëru asnjë me emrin. Okej. Emrin e asnjëve që kom ditë. Edhe në Brom ka pas njoftime që ka grumbullimit forcave sene. Në paralove, rrugës, kolevizit shumëta. Në mëgjes, kër ju qumë, për me thirë atyra delgjidet nuk përneshin asnjë. Që kanë punuar atë lidit? Po kjo është e zakonshme çdo ofenzive në zona tjera, si para sulmit, kanë pas ata aftësinë dhe kanë pas mjete që mi bloku volte tuna. Se na s'kena pas as antena. Forcat serbe Po. domethënë. Okej. Edhe kjo thuaj se normale, po them që ka u neglizhencë dikujna. Edhe unë jo morta në një kohë me një ushtar ka punë rekonstrukt të shtabi. Me më na atë matron diçka, se tash A njoftun juve që po Po, filloi lufta apo qa? jo që janë të grumbulluar. A la se u di që apo Po, bin? grumbullimi u kuptoj kishë bashka aty orë. Okej. Po. Çfarë kohë e ardh të shtabi? Mëngjes, mëngjes. Para se me shku paja apo Para. Po herët me qëllim për me mona i shka, me pas në... për më çu shtarve në Po, art? Okej. me pas në armatim, A keni pas armatim hiç? po armatimi kon A keni pas armatim tron? armatim heq, që do mos tron heq, në falë s'pa. Po. Armatim tron, jo. Qa ke pas, faktikisht armatimin edhe në onë që ke pas kërë në komisaris. Kundër antitank se s'keni pas? A? Jo, për shumë pikë parë, jo. Tash pikra, ata ushtarë që i në konë pikë parë, për dhe krejt tjertë, në përpërsi ata këta. Për ata, edhe më s'pa që më bu kur gjë. Dhe më onë vetë këdzimi, morali që kam nejtë, kam pritë që aty, pa i stikome, dhe më onë, pa ditas me shka me nëllë as autoblindën, as tenken, është bëllë që veç që ka pritë. Tamam. Edhe më s'pas luftu, as një plumë s'pas shkrep. Edhe aty ka filluar, unë pishtabet, që unë konë Bisak është një moja me e lartë, Po. një lagje e mërësisë, Të bilinist është? të bilinist, po. Edhe më kanë im këthyta një këtu të shkolla. Të shkolla, ishin konë, se fillun luftimet atë, krismat, e para, edhe jeni marrë të shkolla, këtu ishën pasar një pjesë e një sitit, ishë vendohet mas shkollës të. Berim këtuhet se sa do kone vështarë dreni, i thojnë, në thas dhe mushi, mas një lisi që sikur kë, e kishë një mitralez që ju konë majron PKT, kemi thonë na, edhe po më thirë mua, se unë në rruga i mas lisit. A më në shta me orë kohë, i më shkuve, pe kësyri, s'po e merë tha fishekin në mitraleze, e kishek lidhë fenecizmet, edhe e kish lidhë ato ku e merë fishekin, e kur e pash ato, beso edhe lëtë më shku. Në mëndë, qatë gjendje shkon aty me mitralez, me merë me pritë kur vjen autoblindat arsit del pikë dhecën e parë. Me pritë me një mitralez jashtë përdorimit. Jashtë përdorimit. Edhe për, thash nuk ka fuqi, thash lidhë sa me mojtë. E provu më një. Për këti funksion nuk boni edhe e hekëm. Edhe unë jëmë dalë këtënej, tani ku jëmë dalë këtë në rrugë, o ardhë pikë kësaj rrugë, që të rrugë këtu. Kjo është për rrugës që gotë që të Po, o ardhë, qaj Sali Mustafa, që ju kome qatë njësitin, në zhëgës të për ku ka ro Albanajeti, me Albanajetin, një orë poshtë, edhe për më thëtë, me dalë të që kënej, nonën e mojtë, me dalë të që të apje zhëgës i tepa. Për të kërkaj falje se adën është pak, për të munalë ma shumë. Dhe me thonë, ti shkove të shtabi për me lyp arë, Po. për me qu shtarë. A more arë, më që të Jo, s'ka pasë. S'ke pasë. S'ka pasë. Okej. Mas nej, tash e ty u vendosë të shkolla, ku edhe Pi Bisakit, po Pi Bisakit erdhe tani të shkolla, ku e pa edhe mitralezën që nuk është funksional mitralez. Mas nej, po të regon që kanë ardhë disa ushtarë, cilët kanë qenë së bashku me tash dëshmorin Albanajeti, apo Albani Suar të poshtë. Jo.
Albani ka mbet nalt. Po, i vram. I vram. Këta që kanë ardhur po thonë ty që pregadit nëse po vinë serb të poshtë, apo? A është kështu se Pizhegovci tepër. Pizhegovci tepër po vinë ka ju. Po, domon drejtim shtabit. E tash aty ti ku vendoset ti kur Thanë me dal Knejçaj, sa në shtatë. Ana tjetër shkollës. Po, përballë. Përballë shkollës. E nalt është çet pjesë e bën shtëpia e Tahirit. Tahirzegovcit. Tahirzegovcit. Edhe mi dalën domon me sa ushtari ke pas? Vetiteti. Edhe mi dal nalt, kur mi dal nalt ishin kon të kollë shtëpiat. Serbt. Po. Edhe ju kthy tani shkit. I kanë kollë shtëpiat? Tash komonda aty ne tash, nuk di se kanë. Okej. E na kishme në rrugën e hecin traktorë, atë që sigurisht i kam aty. Biri po me ata po rrim, tash veç njëri mjafton me këtu kur të afrohen. Na veç pozicionuam se është pozitë e mirë. Po ata u kthyn. Na faka u kthyn. Edhe tani na kemi filluar me orë të mas. Kur më orë ka poshtë në shkollë, pak pa dal në rrugë. Thoja një, me thonë 20 metra apo i kemi një zhurmat. Edhe menja jonë që popullata po anet. Edhe jonë këtu, kur jemi këtu, vetë ishin konkolonat e shkive të rarë. E tash kur pe tregon ku po vinte poshtë. 20 metra para se me ardhë rruga jo. Qaja zhurma, edhe kuptum që nuk po fullet shqiptë. Edhe minor, po fatkeqësisht ka qenë ma e ke mas tragjike ka qenë që dushki moli i zhveshën, s'ka pas dushka atëra. Po, pritë. 15 prill. Po. Tash edhe qysh më tërhek më. Po, pse ky terr informativ me të pa komunikim domethënë tash edhe me desh me fol për dikon që nuk e ke pas nat, s'mundesh me pas në argument, se komunikimi është ushtar, unë thashë më herët, do ta kin 8 metra ose kilometra larg. Situata. Domethënë ti me 8 ushtar ishin vetiteti normal. Ata komplet komsëria hynën, a? Po, komsëria, makinerie. Po, në kanë. Ama ata kanë ardhur rrugës apo? Po rrugës kanë. Okej. Edhe mi kthyna pak më lart të Bobollovci, nështë. Po, e di. Edhe ku është ai fakt uji Maxheka. Po. Shërusa, çu shpjegoj. Tamam. E qatë pjesën i vendosur. Ka pjesa shtabet kemi pas që kanë hisot në ato, në shtap. Fuqet. E shtabi ku kanë? Po me nej ushtartë? Se di këtë, kur në tërhek, me... A ju kanë lajmëru ju më tërhek juve? Ku më lajmëru? Në shka më lajmëru? Komunikem jashtë funksione. E tash, komandant, po futën forcat serbe në Zhegovc të shtabi. Po. A e keni pas informatat kjo që... Jo. Nuk ekziston më atë asnjë person, asnjë ushtar? Jo. Ju keni pritash me pas luftime aty? Po, këshërëm nuk ndodhe aja. Edhe kemi këthy tani në atë pjesën të Bobollovcit që thash, aty kemi prit mbromjen. Aty të rrugë. Okej. Po, të rrugë. Jo pas 100 mesh më të them, faktikisht. Po, fakt po. Edhe një shi i panalshëm më konë. Shi jo i madh, po i panalshëm. Edhe mbromje po molit, po lëviz diçka. Çatu. Edhe bli ushtarët edhe kryin në armët edhe për dhe me reagu ata që ishin me neve, ta shumë më thasë se këtë mund të më kone një joni. A di që ka me edhe këtë qështu si na. A hecke pat frika ja? Po, a hecke si që më pa... Nuk u rujke? Po, arke drejt neve, ama s'na po këtë neve. Okej. Edhe ja këmë bëhone, bili betita, hejde këmë. Shqip? Po, edhe orë mas me më pëtës, pytja porë o kona, a kini po komandant Gjilondi. A i taban ty? A i për mu, bili aty, o shpreja pak aty, se e njofës aty, ushtarin. Edhe, po kalëzën edhe aj, ku ka mete, qysh ka mete. Edhe jemi do tani me atë pjesën mas shtabit. Do më onë një 200 metra mas shtabit. Aty këna ra me fjetë? Këshën me fjetë. Këna ra që shtu tereni u kunë që shtu. Sigur me ra atje, mas 10 minuta kërë e poshë, me vetën ka poshë të vërsit. Ta shtu u bënëm 9 me një qebe, kështu që më mlu 8-9. Pa hangër, pa pi. Nesit me më zhezë, kur netën të krishme atje, tërburcin ato. Dollëm na shkumë aty për mi shtabë atje, gati Pletkoveq. Një fa shpija aty bezi, e kanë një shku një 3 ushtarë, kanë lypë me shprejes me gjithë në ushqim dishka. A ka pas popullësia të? Po, aty ishin vonë, veç printe, tani komandantit ma vonë që
E ju për uqta? Po. Edhe ne je kishin dhonë një 3 speca të rëshi ishin dhonë. Wow. Po, edhe të djatë në të ka bofsha, dhe kishtë thonë, ikni se largonë se janë të orë forcat, që të rëconë. Se kanë hes këtë për marevcë. E kanë morë rëshimin këtë se kanë hes për marevcë. Kanë hes për marevcë? Na aty kuptuam që... Popullata me ushtrinë? Ja, popullata jo, veç ushtarët. A ushtarët kanë hes për marevcë? Kanë hes për marevcë. E ku mbet popullata, komandant? Popullata e kanë drejtu, dhe më tani për gadimin ato nga dika. Okej. Po, me shpres Glogoca, ka shku nuk e di. A ushtarët... Pi shtabet kanë shku për marevcë? Për marevcë. Nuk e di, as kur, as farku, as sina po. Tamam. Edhe natën e dytë këna me ta peq aty. Për balë shtabit, ma shtabit. Natën e tretë, dhe më unë, i bje data 17. Ju 2 net veç me që ato speca të shia? 2 net e që speca. E nata e tretë, okej. Edhe u lodhëm. S'kesh më shpresë që këtu bëma diçka. Edhe mi dalë. Me që edhe na me arë me shku në Bresat, për me dalë me në përcjet për marevës në tonë. Me të... Anën tjetër? Po. Edhe mi arë mes natës bëllë. Jemi nisë, 3 herë jemi nisë, 3 herë jemi dalë fushë zëngos i tepër. Se tereni se një fshë? Tereni, natë, tërë. Okej. Te që ju thashë, unë thashë, këtu ka pak ma poshtë, thashë për më natë kuvën temë, edhe i kemi rujtë edhe baktinë këtu. Po, po. Edhe jemi arë në logjen tonë, atje në Markovës, pa e ditë shka ka. Në Markovës, edhe nëse asë kemi ditë a ka njerëz, asë ka forca, jo. Jemi hinë Markovës, tani edhe aty u pretëm për banorëm aty. Besa edhe hangërëm aty, se petëm e. Okej. Edhe para me nëzjesë të nisëm për me shku për Bresat dhe ta shtë vetëmi orientime shke të Velimorati. Po, të velia. Me ka e shku ti? Po me sta... Shtartë që mbete, a? Po. Edhe me shku atje, kur imi shku të Velimorati, të lagje Velimoratit, hinë mrana, besa mrana me armë nuk boni me hi. Okej. Po, 10 milion jashtë, edhe jemi hi. A mort informata? Për mi thonë, për më në përcijet, për marevës një, ju për më nejtë në aty. Qëllimi kom, mos më nejtë Bresat që? Jo, na për me jesh për marevës, para luftime. Ja, tha, ju më blokur rrugët më ketë, se bili miljazimi, edhe aje kishim pas përcijel dikon, më heret. Para 2 neta, para Irakja, para 1 notja. Po. Miljazimi këtore edhe Veli Emirati. Dhe më onë 3 ashtatë që kështë. Ta që kanë shku piktu. shku piktu, i kanë përcet për Ata marevë. që dhe më onë që në do, që në shpongtë. Tamam. Edhe tha nuk ka shansë me ato. Edhe o blokut ju? Me ato më. Po, shka ishë këtë ashtë ka ndodhi, më në gjezë, veç hinë në forcët. Hinë në Bresat, po. Para se me ditë thonë, për jo thëmë aty në që kesha me vetë i djemë, unë di kam ju drejtu më juve. Jeni të e pasit të atën, ju e që shtja mërmenja. A më onë që me ju sigurua, me ju dalë zëta, peshinin mu, Situata ma. edhe ata pranun me shku në për... Në për shpia? Në për shpia, familjar, nuk shpia dhe... Me ato veç, erë lojmi krismet, hinën Ushtria? ushtëria në për fshatin Bresat, dolem për lata kretë, edhe jemi dalë mas lagje se Ceselve, në me malla gjami se Bresat. Në aty jemi në ollë, mu në kisha dhe në mishën ushtarake vesh, që ato kisha ketë. Okej. Po, të rindohet aty një armë osil dika dhe e mura që ato armë dhe pjetëm aty në se arshin forcat mi morë popullatën me këtyne për shpija. Forcat e shkive. Po. Edhe këtyne më një me të aty. Edhe ta është i Velia, më tha e përshet që unë më në shpi nuk... është e pa mundur. Po, edhe unë sot të gëzoj me nërë, së në rria, dhe që me sigur, edhe me ta në... E ku shkove ti? U këtheva të mesat e në Bresat. Në halë gjamis, faktikisht. Rrugës, pa e dita shako, s'pa orientu për pikërkujna, për rasa atë në shpi. Edhe aty tani... Pjo thamë, thash, inshallah nuk ndohë, se edhe ju i mëra në qafë, thash edhe. Edhe veta. Po me arë, thash, unë në fija që gëgjëj, me që duhet nuk gëgjëj. Edhe me e ta aty, se dhja 2 neta 3.
Kemi të Mbresart, faktikisht. Para se... militar plackesni, Po, e për kemi... rreth shtëpies, po për fat shtëpia është ndërtu me ma herët, edhe nuk ju bëj për shtypje, për me hi me plackit aty. Në faka aty në dhe jotja. Si ka pas 3 metra shtëpia për rrugës. A po i bjen që të beteja Zhegovcit, nuk ka pas rezistencë dikun me istikame prej ushtarëve të QK-s? Po istikame të tregova që s'kena pas as kohë, Tamam. as mundësi mi bon. Pa ka pas një vit frontale ku... Vija ka qenë, vija e parë, Mas nej? po, edhe masanej ndodhe si ndodhe mo. Si pas kondit tënë si ushtarak edhe si komandant, qësh më është me përkufizu betejën e Zhegovcit? A është kone suksesshme? Basë saj që për dëgjojmë? Në aspektin kështu historik me thonë, po. Se tash vetë ata ushtarë që janë vrohe, kanë vrohe në format ndryshme, tash vetë ramja e tyne fletë shumë. Po, Që nuk mundja me thonë... ka në rëndësishme faktikisht si betej. Po, aspektin ushtarak? Aspektin ushtarak, dhe më thonë, këtu na faktikisht u konë si me him vetë rrëthim. Okej. Mundësit më e ceku ma herët, për me bo një rezistencë më të modhe, së në konë as situata as kushtet. Okej. Se dhe vetë kua, venduesjet këtu edhe ofenzivës, ta të në 10 ditë dikon. Se edhe me desh dhe me pas edhe bagaj edhe me pas edhe material, apet u konë pak. Tamam. Se vija frontale lyp kohë, Këtu edhe situata për shetin që edhe tash nuk kemë rjetë së duhet, edhe me telefona. E lejmo me do radiolide, dhe mon s'ka... Shkurt u konë jashtë funksionimi, dhe mon... Gjdo sa? Pika me pikë, s'ka mujtë mu informu, mu konsultu, mu asi. Po faktikisht edhe ramja e 50 metit? Ramja 50 metit që ka ndodhë, dhe mon... Munges informimit? Munges informimit. Edhe pika e parë, para se me ndodhë, kjo ka i nërmjet dy rryma dhe. Edhe sërve në tonë, UQK s'keton, UQK-ja ka hapë zjarë për me abo me dije zi më shko ma nejat. Kështu është hartë, dhe më onë, trimnijën e kam përdor, gërgjimin e vullnetin i kam pas krejt. Tamam. Se tash edhe për neve, tash që po thojmë komandant, se na e përmerë ma e që edhe onë vetë ju morë vetë që ushtar ju morë, që morë asë për komandant. Me gjithat, ju e keni marrë ofkën edhe epitetin qysh në lap, ju e marrë si komandant. Po tash vetë, tash ndërgjegje e me tash. Po një e shkesh për... Nuk muj mi thonë në ushtarit ti rrë që të mas tëra sa mas lisit. Kur dhije që plumin e granotat nuk i nëllë, as tëra, as lisi, as dushki. Skofja. Po, tash qysh me bo vi frontale, me bo ma... S'keni pas antitan? S'ke pas as mundësi edhe besa municioni u konë një mangët. Ka pas ka një karikator 2. Ushtarët? Po ushtarët, s'ka pas që ke pas ato arkat me municion me veti ato. Shumë s'ka da më onë, edhe me dest ke mujt me bon ryshe. Ma mirë se që jo bon, me një formë. Tamam. Po, apet jetë pozitive jetë që kena mujt me pësu edhe ma keqë. S'ka fjallë. Po, për me bo ma shumë, në nuk me thonë. Tamam. Do me thonë, jo pas ofenzives, ma ketat rrugën e peripecit sfida që ke pas i vendos, je bloku me një farforme në lagjen e gjamisë. Po. Si ndodhe mas nej? Si u largove për popullatës? Se u dëgjova që fillun do pytje, Velia ka komunikuar me... Kishe egzistu një siti i Bresalqit aty. Do s'keni pas informacion për njësit i Bresalqit? Unë si kom ditë për asë një. Unë e kom pas si vi, dhe më onë për pika takimi, kontaktit, që shimi drejtu që të thash për Zhegovcit të Velia atje. Tamam. Me shpresë për me dorë më Rumarevc. Tani Velia mu që u dajtu me Velijen nesër me kërë henën forcat e shkive e sërve Bresalq, e kështë egzistu kë një siti për Bresalqit. Tani këta jënë dëgju në rreti, unë që kom ditë. Edhe ka orë tani një lajmë, me zga bofsh edhe ka pasur dhe cigare Ramadan Sylja, ta është gjukon vëzit si ambulon që sa shako. Të cigare mi ka qu një herë, edhe tani ju morë vesh ku jam unë.
Edhe më kanë mjaftuar me lazim iftari, me lazim iftari në këm pas shok edhe para lufte. Okej. Me kur nima për ta dy u gëzova, shkuat u gëzova. Edhe kur shërinin në Halil Shalën. E jo poru që i shkon. Edhe jemi taku me lazimin këta e nordë. Të e lagja miftarve me zgabosha. Në lagja xhamis dhe shtëpia kamerit. Jemi taku aty. Faktikisht aty më nëzërën prej lagjës. Prej lagjës aty. Edhe kur e parë për lazimin, thash në lazim, thash, arje qaj që je konë. Tha po, thash, thash, mo, thash, ndodhi, shka ndodhi, gajle që kam. Edhe aty kemi si ndodhë një 2 dit, dikon, me zgabosha 2 dit të i. Edhe mi bo bashkë. Ku keni qëndru? Te lagja miftarve. Po, ka të regu, te shtëpia e kamer miftare. Po, kamer miftare që me emna... Tamam, e për e di që si... shumë, edhe një ku e gjatë, më edhe me gabu mi hinë, hak në e kujnë anë shka. E prej aty, kush i konë aty faktikisht? Po, Halili jo konë, Halil Shala, Milazem miftari, one edhe Velimërati të një orë me neve. Okej. Edhe vendosëm me dorë në Zhegovës apet na. Prej aty mor vendim për me ardhë për Zhegovës. Edhe morë marë që i keshmi të lagja sësëllve. Okej. Edhe kemi hes një 4 orë rrugë, dhe më thonë pi lagja sësëllve të lagja Markusit, lagja e jeme. Faktikisht po. Kemi bujtë edhe aty një natë. Okej. Edhe jemi orë të malësi kanë altë. Në Zhegovës? Në Zhegovës. E kur e një orë kështu tani? Kone keni gjithë? Po gjetëm do. Po pallata dhe shtu. Këshim fillu më këthyje. Të mërzet. Ajo do ishim populli? Në fillim ju. Pse, komandant? Po, me një farë forme u zhgënjën. Për rastit 5 prillit? U zhgënjën pak, të ndodhën edhe do, vrasje do. U djegë shpija, faktikisht uja seren. I kanë djegë shpija. Besa dhe dëshmor në metën dëvram, vetë forcat shërbërinore kanë varus. Me eskavator këpëtuar. Kish kësheja, dhe që nuk... Dëshpërimit ndaj ushtarëve që si ka dalë zot ushtëria faktikisht? Ashtu u dokë. Edhe tani, e ditëm që e jupi o orë konë Zhegovës të pështëm të lagja ta havet me zgaposha. Tani ushtarë këna pasin e verbaftijun, në shpjetina. Të shpia në veret, po me jupin. Edhe aty ishin orë dhe ata, po tani si shkum na lëshunë edhe shpijen. Metëm na aty, edhe fillum na... Organizim. Si piserë. Unë i kom pyet edhe bashkëlojtarët e tu, më herët i kom pas intervista, po të pësë edhe ty, shembull, tash, jo përveç njësitit ju, tani mo që merr emrin, tash njësitit Pajazit Ahmeti. Po. A ka pas ushtarë tjerë këtë pare që... Jo. Hierarkina e keni gjetë, a keni komunikuar? Jo, këtu kërimi ardhna, dite pora faktikisht, edhe ushtarë të ktheshin për ofenzive Smaresit. Edhe me një farë forme, ishin shpërnda edhe atje. Edhe u ktheshin ushtarë të titë dhe rrugën me sikur të kënej. Unë nuk kom dalë aty, se shkoki që nuk kesh mina as mundësi, as ven, as budget. Nuk e dalë, po menon, një dalë për para? Mu taku me ta. Mu taku, okej. Sikur që kanë kry misionin e në këthymo. Edhe filluam na tani, qaj grupi që kemë, faktikisht tani, u rrethaj numri, po s'kesh për mundësi ma shumë. Edhe kemi vazhdu tani na me këtë njësitin. Një gjahë po du me potencu faktikisht, me t'i dhonë dhe meritat fakt, që je prej atyre që nuk i luftu, nuk i tentu me marë grada, me bo emën. Se na të njohë me shamë që je konë komandant Gjilanin që është në lap. Edhe tash kur i bashkohesh njësitit Besaqis, ma që ma vonë po quhet njësiti Pajazit Ahmeti, prap të shohmi që nuk e tentu me marë grad, me thonë unë jam komandanti, po ki je bashku njësitit ashtu që shukon, je bo ushtari tyne, vetëm për me hy, me dhënë kontribut me luftu. Po, kena pas të debate... Na ka ndodhë, mi po kësë rastë shaun të Ramush Radinaj, kur e bën një veprim tillë, po pak njerëz din që e ju e keni bërë. Do më thonë, e jo përvu që me odhe që njësit. Do më thonë, ju pasi u vendosë Zhegovës si njësit. Kur i keni pas kontaktet e para
me prorët e jujt zonës, komandant, zëvendës komandantit? Po, dikun prava që mas 3 javë, mas ofenzivës të më hapë. 3 javë, Po. pas ofenzivës keni pas kontakt të nëz me ta? Në ka që një farë komunikatë, ftesë që shme hëmë. Ftes? Ne ka pru tash dëshmori në djerë tash shefik miftari. Shtabi ju ka dërgu letër juve? Po. Zëvendës komandanti, jo shtabi. Zëvendës komandanti. Edhe çka ndodhi Por me mësej? shku atje në Mares me shku konsult. A konsult, okej. Edhe me shku, me kom fëtu mëne me Lazimi dhe Velia. Me Lazimi nuk herë. Shkaki që nuk dojke më do pi grupit, me Lazimi, për njësitit. Veç të edhe Velia i në shkun në Marevës. Mares. E çka ju komunikua të juve? Po, u komunikuve një farë forme që u shpartaluzë, vëna do kanë shku në Shqipni, do në shku bindjet vetani, mo. U shpërnda, Me një fjallë s'ka sa. s'ka zonë. Po, Aty ju tha juve direkt që ma Po, nuk po, ka po, zonë të Karadakut, a? direkt zëvendës komandanti. E çka veprut ju në faktikisht? Unë, për që i thash Velijës, thash Apenin, Okej. thash apo vje, unë po heci. Ai, tu quna, jam rrini komandanti, jam me një pjesë shtabit tjetër, Pigmicës. Pigmicës, Ahmet Isufi. Ahmet Isufi. Edhe u olin ato. Po më thonë, po thata me këshirë me bon, me formu, me bon në vend, në lokacion këhon, për më këthuj apet në Zhegovës këhon. Okej. Aty e thash jo, thash nuk kam metë më hapsirë për juve më atje, thash se ofenziva që ka kaloj, nuk shkoj ashtu që shdohet. Thash edhe i kanë kallë shpija, thash edhe nuk keni ku më vendos më atje, venin faktikisht më venin, s'më ne me në resna për juve. I kështu ju tha ti komandantit? Thash na kësmet nash me qatë njësit që jemi, nuk kena me nëllë. Aktivitet. Aktivitetet, thash, jo, thash, ju dini. Edhe u kthyt ju? Po këthym, në snajt, ha. Edhe ardhëm edhe këho, kur ardhëm këho, na fillum atë tunët. Tani me si ndo ashtarë, adi të rrethit të si Zhegovës tepër, si për shumë nga deshe, lagjet e Verbicës, këho, i pravet e këta lagjet që janë. Aha. Edhe na shtetëm komunikimin me ta, takimin, me bo aktivitete, me bo rruje, informata, kësi sene. Edhe në Selametin, një farë celi, këni lagjes bilinezve, tani ajna i pru këto informata neve këtu. Ju informoj kjo? Po. Te sërri edhe kjo informata e parë për ardhjën e tine militarëve në Tërbëvc. Po aksionit Tërbëvcit Po. që është, okej. Edhe aty na u pregatit të më vendosën. Po kur erdhe për Marecit, a ja komunikove vendimin që e pat zëvendës komandanti për qysh reagun Nuk shok? deshta, adin se ka shumë shka, për më shumë detale ka shumë shka tjetër. Okej. Shumë e shumë, se jo shumë. Okej. Po, Apo pikur me një sampa? fjallë, po, Okej. po pres, se jo që pikur sampa, po pres, adi, reagimet e tani mujna me full man detale. Në Dhe rregull. s'njej kom thonë që për veti, kum full për veti, atë kum full në mend një siti, tas në mend kërkuna, thash, ves një, thash, unë për juve, se kum prit të 3 javë që ju ka interesua, jam gjalla, kum meta, kum hupa, kum... Thash, e tash mi jo bo ven, thash, mos ka, ku mi jo bo ven, mo. Shko që këm da deshtë, jena shkaloj pak tu, Okej. S'pjo jem ngucmi. apet. S'pjo ngucmi. Dhe me thonë, pas të vendimi ju vazhdut me njësiti ju i faktikisht Pajzit Ahmeti dhe erdhe rasti... Halon një siti Bresalë që të konë njëherë, në fillim. Po, në fillim Me po, anë. mirë po tani, kur u bashkut ju, Po. edhe me banor, ata ushtarë që kanë qenë në Verbicë, në Zhegovës, u formu njësiti Pajzit Ahmeti. Edhe ju, jardë mas... Kjo him në hak, jo Zhegovësit, për ekskluziv kjo lagja Baftiju, me mbijamin Baftiju. Ta ho vetë. Qaja o konë do më thonë dhe pjesë e njësitit qaja o konë. S'ka pos tjortit edhe përves neve Okej, Bresaltit, edhe që të 3-4 shpise në konë, në familje. tamam. Aty, bile aty të thani në komunikun se me ta bosh me përmen edhe që u vra edhe profesori Sajt Baftiju.
me djallë. Po profesori u vravesh në betejën ofensive në Zhekovcit. Tani na në qatë familje një shku faktikisht. Po faktikisht janë familja Said Bafti. Aty dhe më vonë tani kemi qëndru dhe këtë veprimet që njës pjetë. Në ka ra kemi kontaktu për të në slakac atje në Kishnapole. Se në pik pa hesna, se na jemi konë gjithë levizje, kemi levizje me këqyrë shabak për mënë, shako 3. Okej. Apo ka interes, keshke interes, metën edhe shumë ashtar metën jashtë. Njësit. Jashtë abit. Te së ndodhi kjo aksioni parë. Aksioni parë keni pasi njësit në Tërbëvc. Po. Ku ju ka ardhë dhe si informat që po vinë para militar faktikisht që në kanë ata. Mi të rek një dy automjetë. Mja marë automjetit, ma. Edhe na dollëm në këmë, vënëm pash, dollëm atje. Një 4 orë këna hesë në komë. Prej Zhekovcit dhe në Tërbëvc, a? Po, për mos më na po dikush. Se fillun populata më këthyje, e që mështë Shqetësoj. imponomi mineral në di më, Okej. edhe dollëm atje. Atë kujtojtë sa veta e një kanë, kush i një kanë, se unë e kom pytë për korektësi. Që keni zonë pritën edhe i keni asgjësu faktikisht. Ta shpjani që që shina konë rana. Okej, me kaj e kanë? Ismet Baftiju, Kacanjolli këna thonë. Okej. Ta një konë Halil Shala, Milazim Miftari, Elio Poruqi, edhe pjetë s'ka posë. Veli Morati, 6. Tamam 6. Prej aty tani sa kohë shkon kur e merr reaksionin e dytë? Po, që ditë që ndodhi aksioni e ardhen këta pi Kush ka ardhur? Madhevcit. Në zëvenë që më tukët, më s'gabosha, a veta me komandontin. Edhe aty u lajmëruve ashtë që e kanë kry zonën e rodimës në Kosova Lirë. Po ja patën marë meritën fillim? Po, aty reagum në asë njësit, thamë, nuk me lajmëruve në ryshe. Edhe aty për aty dhe ma unë dhe vendesëm që nuk përdojna me pas as merit, as eman, as... Qashtë? Edhe që ta këna mjetë edhe të harrum, kështu që su përmenë kur këtë njësit. Edhe vendesëm me unë dëshmorit pare emni njësit i pajesit ameti. Tamam. Edhe u lajmëru si rastaj, adi që... Ju erdhen të shtabi aty zëvendës komandanti? Po, po në vazhdu ma pet me tonën. Edhe fillon, u kry ka aksioni, u më rëshmi ka pak me stili që këna posë dhe shaher aty. Po. Edhe thoshmi dhe kongën vetë. Ju keni pas motiv faktikisht si njësit? Po. Po pas të aksione keni pas edhe aksionin tjetër? Kjo kom mas një javë, po. Pas një javë aksioni? Ditë i bje një javë. Okej. Në të vorë i Albana jetit. Në Zhekov step? Dëshmorit, po. Edhe aty që të ndodhi aksioni. Edhe aty e banëm ato, sa këna mujë, sa këna pas mundësi. Në mundësi që nuk e ne pësu bas një. Edhe kjo do më onë ndodhe këtu kër s'ka pas aso shtarë për zonën tonë. Këtu në malsin tonë po menaj. Dove prime që nëllë kër. Po ta ashtë këtu jënë shujt. Po pse, komandant, pse po du me marrë një mendim tonin? Tash ju jënë bë 27 vite faktikisht. Edhe këso aksione si kur njësit i juj nuk ka në zonën operative të Karadakut. Jo, po pse edhe këto që janë këto dy aksione të shembull që i keni bë ju si njësit 50 Ahmeti. Pse nuk u përmend më herët kjo punë? Edhe jeni prej një si njësit komplet që as pas luftës nuk keni marrë grada, merita, as nuk ju ka përmen emni, po as tash mas 27 viteve po tentohet mu fshih e vërteta. Përgjegja ma mirë kom me pas donë ata, komandantët me pas donë për këtë njësit. Po pse komandantët kanë hezitu me folë për juve? Një përgjegja e matë mirë, adi se na shkemi pas arsye. Po pse keni hesht, komandant? Po tash me që po hina tonë, nuk u përmen kjo shkaki që mas ofenzives nuk ndodhi kur gjëmë. Zona u shpërnda, hupi kontroli, domët metëm. Po ju e rikëthyt faktikisht? Po rikëthym për tash, mundet kemë kona dhe suksesit dikujna o pengesë për dikon. E tash me që e përmenu një ka përsi 3 uniforma.
Edhe në Tymekë, edhe në FSK, edhe jam pensioner i FSK-s tash. Po. Po shka është tjetra, me të përgjesh bashkë konkret, unë edhe kur jam pranu në Tymekë që është ndrum, jam pranu me gradën major. E kom kry Tymekën major, jam pranu në FSK major, e kom kry, jam dalë pension në FSK major, asë një gradë në dere që kom marrë. Asë një gradë nuk i ngritë gjitha të aktivitetet dhe kontribut? Këto pyetje që pja adresën ti, tash shtrohet pyetja, ushtarët e mi, si kom pas Konzregovce në lap atje, si jemi hinë të me kënë këto... Ju ngritin grada? Ata ju bëgën nën kolonela. Shasë më kam pengu mu kjo, kur heq. Pse juve ju kanë ndalë me varformë, pse ju kanë pengu juve? Do aki ju në tutë që pi marrë me rritat kejta, nuk e di këtë arsi. Edhe një për me të argumentu këto, kërë u bërën të vlerësimet për veterane sene, tash sa ka pas zona vetë vështarë, tash ki vetë invalida të luftës. Po kanë rritë? Po, jo rritë, po shtë rritë. Sa ka pas ushtarë tash ka invalida? Ma shumë ka invalida tash. Do me thonë që ushtarë tash i nba dhe shumë fish? Jo, sa kanë deshtë. E unë të më onë, unë s'kom pas vesa në komisionin vlerësus atë. Po. Heshtja, të më onë herët të avon fletë. Nuk varroset. Edhe teta të më onë delë si përfaqe. I kemi kurësyje, si kemi pengue, kanë bo spote, filma. Mu për shemëll, unë i kom pas kontaktet e pora e popullatër, mu më ka ardhë. Rënë ka ardhë. Mu që më ka ardhë kesë, të më onë për situatën që kanë duhet. I ki fjallën për ofenziven? Për ofenziven e sanë. Dhe më për banorëve do më një nësët një morë edhe për tyjnë edhe, se situatat kalzohet, nuk kanë shku që shkena menu. Apo lënë me kuptu këta që u stërmadhua jo, ty të ka ardhë kesh që s'po treguat e vërteta? Nuk po lënë me kuptu, po kjo e kuptu shme. Ta shtu në me dollë bërë aty në qasoj popullatër me thonë dhe shka, që ata jënë konë që aty, shka i pjekë. Tash me thonë edhe që edhe halit tërshë edhe po full hanë e se... Nuk ka kësë dhe... Realisht, si komandant edhe si ushtarak e dini që kur tentohet me pas merita me një rast ose një betejë ose një organizim, duhet më konë edhe përgjegjësia. Ne llogaridhoni s'ka pas. S'ka pas llogaridhoni, të na fatkeqësisht. E keni pas një hierarki, e ke pas një udhëhec faktikisht. Po, kena pas udhëhec me besë. Kush e ka udhëheq betejën e Zhegovcit, pishtabit? Betejat fatkeqësisht tregova, beteja udhëheq me ata njerëz që aty ku jon kon. Jo, po mënaj shtabi, kush u kon? Shtabi do po na kon, për shembull, komandanti brigadës. E komandanti zonës ta ka qenë? Jo, komandanti zonës nuk u kon në ofenzivën e këtij Zhegovcit. Zhegovcit. Sa ju kon marrës. Okej. Po, tash të realiteti të sa hërëm qytet. Po juve... Do më ona këtyjnë tani... Juve nuk ju shohëm edhe shumë të ekspozum në për fotot tash pjesëmarrjen kur hynin në qytet si qërimtar. Pse po largohen fotografitë? Po, aty një pengon. Aty një pengon diku, se neve jo. Na jo. Po, na... A je pishman për në gjë që ka ndodhë gjatë kësaj kohë? Jo, be pishman, nuk me thonë se ju mordë, do më me bindjen teme, ju mordë në tarë vetë. Edhe me ato që përmena në fillimat në he verishën. Natën e fundit kërë më ka vetë, dhe këmë më vetë akina jamanet. Edhe kuptuva së në thëjke. Thash jo, bëshës tash, vetë 3 dëshire thash i kam. Tha cilat janë, thash e pora thash më shmovran kufi, e dyta thash me më rri, thash ten gjilan me uniforme me pushk, edhe e treta me pa që shpo jetë nesër. E unë që të të nesër s'kisha pas qep me pokor. Nuk e ke pritë qëtë? Jo. E që kjo dhe më unë tash edhe për me... Ka shumë shka, nuk po du më lëshu ma shumë. Tama. Se ka situata edhe tjera, ma të ndishme, ma të prekshme, ma... Po nuk po hije veço për njësitin tonë Parazit Ahmeti, besa dhe emri tina, Parazit Ahmeti dhe Alban Ajetit.
Edhe dola sot me ty pak mu... Po, se na kena insistuar dhe më herët, Po, to që kom basni. po, nuk e dash më prononcu. I pari që... Na të falenderojmë shumë, komandant, se kemi insistu ballë, falenderoj që ma në fund ke pranu. Po jo interesën e vërteta. Po, na kemi marrë këtë iniciativë. Po, edhe kisha pas qep që edhe shok tjerë me dhonë intervist, për ndodhit, për të kalumën, për situatat. Fatkeqësisht nuk janë situata që jemi konë të u knoqe, të u gëzue, po jënë konë pak man, se plumë i thonë të rokë edhe të hecë, edhe të ikë. S'ka fjallë. Tani besa jënë përdojë da pluma ka kërësi 2 herë. Tamam. Ata mëni që një ndalum me konvent, a i kërëset për para, ata kërëset ku prek për mas. Tamam. Të shua që edhe për mas kanë dollë. Tamam. E ko mirë në ko tjetër me këshu me... Po, me kismet. Faleminderit. Faleminderit shumë për juve, e vlerësojmë që pranuve, u deklarove për herë të parë para mediave kështu. Faleminderit sa juve. Shikues dashur, kaq për sot, e shihemi në emisionet e tjera.